Që s'mund t'jetë kur Kryedemokrati Sali Berisha shprehu mbështetje publike për zhvillimin në zonën bregdetare të Zvërnecit dhe Ishullit të Sazanit nga familjarët e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Ne mbështesim investimet amerikane, por natyrisht ky e bëri atë për influencë politike. Në një komunikim për mediat nga Kuvendi, ish-kryeministri zbuloi se në kohën kur ishte në qeverisje, ofruan Ishullin e Sazanit ish-kryeministrit italian Silvio Berlusconi, i cili sipas tij bëri edhe projektin. Sazanin e ka ofruar Fatosnano, Sazanin e ka ofruar Sali Berisha dhe janë bërë projektet nga indjeri Silvio Berlusconi. Sipas Berishës, përpjekje të ngjashme kishte bërë para tij edhe socialisti Fatosnano, ndërsa akuzoi Edi Ramën se e përdori për influencë politike. Ky u përpoq gjerë në fund ta përdor atë të paktën një fotografi. Në ditën që Donald Trump shpalli themelimin e Bordit të Paqes dhe në një kohë kur qëndrimet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë trazuar Europën, Sali Berisha nuk ka asnjë dilemë në zgjedhje kur bëhet fjalë për çështjet e sigurisë. Çështje sigurie, absolutisht do të zgjedhja Shtetet e Bashkuara për sa kohë ato t'i qëndronin angazhimit të sigurisë së Shqipërisë. E para Shqipëria pa asnjë lloj diskutimi. Gronlanda është çështja më e nxehtë mes dy aleatëve strategjik që sipas Berishës mori zgjidhje. Ne mbështesim zgjidhjen, u zgjidh.